Një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në Tepelen, ura e Beqishtit, e ndërtuar në vitin 1819 nga Ali Pash Tepelena, mbi rrënojat e një ure misjetare, vijon të mbetet një nga objektet më të vizituara nga turistët vendas dhe të huaj. E vendosur poshtë kalas së Tepelenës, ura lidh 7 fshatra me qytetin dhe për dekada me radhë ka shërbyer si rruga kryesore e qarkullimit për më shumë se 2000 banor. Sot ajo mbetet një simbol i rëndësishëm historik dhe arkitekturor, por gjendja e saj është shqetësuese. Dyshemeja për guri është dëmtuar ndjeshëm dhe në shumë segmente rrasat janë kalbur, duke bërë kalimin të rrezikshëm për banorët dhe vizitorët. Edhe pse vite më parë u ndërhyj për forcimin e këmbëve të urës me mure guri, prurjet e lumit Vjos kanë dëmtuar një pjesë të konstruksionit, duke e rikthyer monumentin në gjendje të amortizuar që kërkon ndërhyrje. Me një gjatësi për rreth 260 metrash dhe një lartësi afro 6 metra, ura e Beqishtit përfaqëson një vepër me vlera të veçanta historike, kulturore dhe arkitekturore. Banorët kërkojnë ndërhyrje dhe mirëmbajtje të vazhdueshme të urës, e jo vetëm për të ruajtur këtë monument kulture, por edhe për të garantuar një lidhje të sigurt mes fshatrave dhe qytetit të Tepelenës. Përgjegjësia për administrimin dhe mirëmbajtjen e këtij monumenti i takon Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër.